Fshati Bashaj është izoluar dhe është gjendur në një situatë problematike për 3 ditë me radhë pas fenomenit të shkarjes. Rruga lidhëse e fshatit është dëmtuar totalisht dhe është e pamundur të bëhen lëvizje. Përfaqësuesit e shtetit kanë shkuar dhe kanë parë nga afër situatën, të shoqëruar dhe nga komandanti i Xhenios. Prefekti Avis Allushi, deputeti Vullnet Sinaj dhe kryetari i Bashkisë së Selenicës, Nertil Bellaj, kanë shkuar në terren për të parë situatën nga afër. I pranishëm në Bashkinë e Selenicës ishte edhe komandanti i Xhenios për të parë nga afër fenomenin e shkarjes së dheut në fshatin Bashaj. Në zonë po shikohet mundësia e hapjes në një rrugë të re. Një segment rrugor alternativ i hapur shumë vite më parë nga forcat e ushtrisë. Një segment rrugë të qëndrueshme, e përjashtojmë rrugën e gjatë marrë nga asfalti, edhe bëjmë me lidhje fshatin me. Okej, po ne jemi gati të zbresim tani. Atë e kam shumë me lehtë. Është rruga, është rruga. Ne do zbresim në këmbë rrugën. Që sa rruga është rruga. Dëm të shikojmë. Po bazë me. Jo, kam me katërm. Po bazë me. Po bazë me. Kam urzel, bëjmë urzel të mosim sa. Jo, kalon se kalon. Material me marrim në lum. Shumë familja kanë mbetur të bllokuara në këtë fshat për shkak të dëmtimit të plotë të rrugës dhe shkarjes së shpatit të Kodrës. Sipas ekspertëve, tregohet se në këtë territor ka qenë prezent gjithmonë fenomeni i shkarjes së dherrave. Në një gjatësi më të madhe se 500 metra, toka ka rreshqitur dhe rruga është dëmtuar plotësisht. Terreni në zonë është shumë i vështirë dhe banorët kanë të pamundur të lëvizin edhe në këmbë. Qarkullimi i mjeteve në fshatin Bashaj është ndërprerë për rreth 5 ditë. Deri në hapjen e rrugës alternative, banorët do të qëndrojnë të izoluar. Qarkullimi me mjete në fshat do të mund të bëhet vetëm me hapjen e një rruge të re nga një tjetër drejtim, pasi segmenti rrugor i tanishëm nuk mund të rindërtohet.